Në 11 maj 2025 votohet për të zgjedhur deputetët e Kuvendit të Shqipërisë. Paraqitu në qendrën e votimit me dokumentin e identitetit, pasaport ose letër njoftim. Trego dokumentin e identitetit përpara komisionit të qendrës së votimit. Komisioni i qendrës së votimit do të skanojë dokumentin tuaj të identitetit nëpërmjet pajisjes elektronike të identifikimit dhe më pas ju nënshkruani duke lënë shenjën e gishtit në këtë pajisje. Merr fletën e votimit dhe sigurohu që të jetë vulosur me 2 vula në faqen që nuk janë të shënuara subjektet zgjedhore. Shkoj vetëm në dhomën e fshehtësisë bashkë me fletën e votimit. Shëno me shenjën X ose plus brenda kuadratit të bardhë për bri preferencës tënde në fletën e votimit. Palos fletën e votimit në dhomën e fshehtësisë në mënyrë që zgjedhja juaj të mos identifikohet dhe të paktën një nga vulat të jetë e dukshme. Hidh fletën e votimit në kutinë e votimit dhe largohu nga qendra e votimit. Voto të dëgjohesh.